Elhajda Dani ka debutuar në skenën madhështore të Vjenës për herë të dytë. Elhajda është në qendër të performancës, e veshur në mënyrë elegante me një kostum të zi. Skena mori ngjyrën e zezë dhe të kremit, duke krijuar një atmosferë për këngën I Am Alive. Kritikët e Eurovisionit e kanë cilësuar me sukses provën e dytë të Elhajda Danit. Në gjysmëfinalen e parë që vjen të martë në orën 21, Shqipëria do të garojë me numrin 14. Kjo gjysmëfinale konsiderohet si një nga më të fortat për sa I përket konkurrencës, por megjithatë, sipas gazetarëve të akredituar në Vjenë, Shqipëria duhet që të arrijë në finale sepse kënga është shumë cilësore dhe se zëri Elhajdës është një nga vokalet më të forta të Eurovisionit 2015.